Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Një aksident tragjik u shënua mëngjesin e sotëm në aksin Elbasan Librazh. Një fëmijë 7 vjeçar humbi jetën pasi u përplas nga një automjet në fshatin Mengël pranë shkollës. I mituri po kalonte rrugën për të shkuar në shkollë kur i ka shpëtuar nga dora e nënës dhe është goditur nga automjeti. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Vizita që ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendia sot po zhvillon në Tiranë nga mediat në Greqi po konsiderohet zhvillim e rëndësi strategjike për Ballkanin Perëndimor. Agenda përfshin takime me kryeministrin Edi Rama, ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi dhe Imzot Ioanni. Në fokus bashkëpunimi ushtarak në kuadër të NATO-s, siguria rajonale dhe roli i Greqisë në rajon. Pas takimit Rama nuk dha shumë detaje, por me një postim të shkurtër në rrjetet sociale e quajti ministrin grek një mik të çmuar dhe mbështetës të palëkundur të partneritetit strategjik mes dy vendeve. Me ministrin grek të mbrojtjes Nikos Dendias, një mik i çmuar dhe një mbështetës i palëkundur i partneritetit strategjik mes Shqipërisë e Greqisë, shkroi Rama. Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se prishi marrëveshjen e arritur me Greqinë për kufirin detar duke dëmtuar interesat e Shqipërisë. Sipas kryetarit demokrat, marrëveshja garantonte avantazh për palën shqiptare, ndërsa pas rihapjes së negociatave nga qeveria Rama, Athina shpalli zgjerimin në 12 milje të ujrave territoriale. Edi Rama u thotë jo, do ta negociojmë bashkë edhe herë marrëveshjen. Ata i thonë po shumë mirë, gati. Dhe u futën negociata. Kocias që erdhin kosh për siglos, pa që kishtë bënte me një bandë të papërgjegjshme, që pas se të vijë firma, u kujtuan se ka një vendim gjykate, u kujtuan se presidenti e tjenë radhë, pala Greko u largua nga Korça, dhe pas një 2 muaj, 3 muaj, shpalli rivendikimin e 12 kilometrave në ujrat e veta territoriale. Ilirian Celibashi kërkon depolitizimin e administratës së zgjedhore dhe ndryshimin e formulës së komisionerëve në nivelet e dyta dhe të treta. Kreu i KQZ-s deklaroi se administrimi i zgjedhjeve nuk duhet të mbetet vetëm në duart e partive politike, ndërsa theksoi se krijimi i një strukture të përhershme për trajnimin zgjedhor mbështetet si nga majoranca ashtu edhe nga opozita. Përbërja partijake e komisioneve të nivelit të dytë dhe të tretë nuk garanton integritet të plot të administrimit procesit zgjedhor dhe profesionalizëm. Është domosdoshmëri që administrimi zgjedhor në nivelin e dytë dhe të tretë të mos jetë vetëm në duart të partive politike. Do duhet që Kuvendi i Shqipërisë e më përpara partitë politike, veçanërisht 2 partitë kryesore politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, për të adresuar këtë çështje me prioritet të lartë. Pasi të pandeurve Fatime Kryemadhi, Ema Çoku dhe Piro Xhixho ju miratua kërkesa për gjykim të shkurtuar sot në nisje të seancës, u konstatua se mungonte avokatja e Çokut. Mbrojtësit e saj njoftuan gjykatën se janë në pamundësi për të marrë pjesë në këtë seancë gjyqësore për shkak të proceseve të tjera. SPAK duhej të relatonte konkluzionet përfundimtare. Fatime Kryemadhi nuk ishte e pranishme në sallën e gjykimit, por përfaqësohej nga avokatët e saj. As Piro Xhixho nuk ishte i pranishëm, e përfaqësohej nga avokatët. SPAK deklaroi se seanca nuk mund të zhvillohet për shkak se Ema Çoku është pa mbrojtës, ndaj gjykata vendosi datën ta shtyjë procesin për më 8 qershor. Një shpërthim me lëndë eksplozive ka tronditur mëngjesin e kësaj të hënë e banorët e rrugës Ramazan Gaxheri në Tiranë. Tritoli u vendos në ambiente të jashtme të një marketi në katin e parë të një pallati, duke shkaktuar dëme materiale. Lajme nga bota. Sekretari i Shtetit Marco Rubio konfirmoi se negociatorët amerikan dhe iranian kanë një marrëveshje mjaft solide në tavolinë, se dakordësia midis dy vendeve mund të arrihet sot. Ende jemi në proces, u shpreh Rubio, teksa foli pasi presidenti Trump tha se i kishte udhëzuar negociatorët të mos nxitoheshin pa një marrëveshje, kur më parë sugjeronte se një e tillë ishte afër. Thuhet se akordi përfshin një zgjatje të armëpushimit 60 ditor, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit. Sipas Washingtonit, zyrtar duhet pak kohë për të marrë përgjigje nga Irani. Çmimet e naftës sot ranë me mbi 4%, duke prekur nivelin më të ulët në 2 javë, pasi u rrit optimizmi se Amerika dhe Irani po afrohen drejt një akordi paqeje, edhe pse mbeten mosmarrveshje për çështje kyçe si bllokadat në ngushticën e Hormuzit.
Kontratat e naftës Brent ran me $4.44 ose 4.3% në $99.10, ndërsa nafta amerikane WTI ul me 4.36 apo 4.5% në $92.24 për fuqi. Ato prekën nivelin më të ulët që nga 7 maj. Ekspertët presin që rikthimi i flukseve normale të naftës përmes ngushticës të kërkojë muaj, ndërsa riparohen objektet të dëmtuara të naftës dhe gazit. Europa po përballet me një val të pazakontë të nxehtë për muajin maj me temperatura rekord në disa vende të kontinentit. Franca, Britania e Madhe, Spanja dhe Portugalia kanë lëshuar alarme për vapën ekstreme, ndërsa meteorologët paralajmërojnë se fenomeni i njohur si kupola e nxehtësisë po bëhet gjithnjë më i shpeshtë për shkak të ndryshimeve klimatike. Parashikimi i motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me kthjellime alternime vranësira shoqëruar me shira të dobët dhe të karakterit lokal në relivet malore në jug dhe në lindje. Era fryn me drejtimin veri-perëndim veri-lindje me shpejtësi mesatare 5 metër për sekond. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Edi Hallaçi. Unë jam Erisilda Doko. Kjo është Top Albania Radio.